Shkuan për t'u argëtuar, por pas mesnata e 15 marsit do të ishte e fundit për ta. Zjarri që shpërtheu në klubin e natës Puls në Koçan, improvizuar në një magazin të vjetër qilimash, u amori jetën së paku 59 të rinjve, ndërsa mbi 150 u lënduan. Nga video që u shpërnda në rrjetet sociale, u pa se zjarri nisi nga fishekzjarët e skenës, të cilët i vunë flakën tavanit të objektit. Kur pan se flagët po përpinin gjithçka, nisën të vrapojnë për të dalë. Aq rëmuj u shkaktua saj që siç rrëfeu 20-vjeçaria Maria Taseva, ai u rrëzua dhe të tjerët kanë shkelur edhe mbi të në vrap për të shpëtuar. Si të почнала да тръщат на лампостите, гледат си спасят живота. И никой не беше свестен, изпогорени тела, сликата е... Не знам, нямам коментар. Всички са под стрес. Сестра ми е изгубена. Не можем да найдем в никаква болница. Сега чекаме от тук резултати, дали ги я найдем, дали е тук. Ако не Штип, ако не Скопje на край. Nga dëshmitarët u mësua se në pak minuta zjarri përfshiu gjithçka. Familjarët dhe prindërit pas orës 2 të natës e kanë marrë vesh se çfarë ka ndodhur. Pikëllimi është i papërshkrueshëm. Dragi Stojanov është një nga ata që humbi djalin Tomçen, 21 vjeçar, në tragjedi. Treba jedno dete imаше загина, що да правя? И нините да ги нема, и они да страдат која ще страдам. 150 души у едно диско. 500 души диско. Колко години имаше вашето дете, съчувство? 20 годинка, само што требаше да живее. От подок откочени. Да се яве началници на полиция, корумпирани, дроги, другират ги. Шо да, нема шо Зашо ти ми е живот на мене? Не ми треба на мене живот. Tha se për djegjen e objektit në mëngjes e ka informuar pronari i diskotekës edhe më pas i ka parë videot në rrjetet sociale. Ние бяхме на гости синоќ, звони ми, пари ми потражи да оде на диско и... Која возраст е вашето дете? 17 години. Значи станува збор за малолетни, Па и претпоставувам малолетни и друштвото... полнолетни. Lajmi i trish mori jehon ndërkombëtare. Qindra mesazhe ngushëllimi kanë arritur duke shprehur solidaritet dhe ndarë dhimbjen. Maqedonia e Veriut shpalli 7 ditë zije.